pris ka 3 atentate. Pra është plagosur, në 2 herë, por ka shpëtuar. Kështu që prandaj merrte një vlerë shumë të madhe për kundërshtarët e tyre eliminimi fizik i tij. Okej. Tan, ndërkohë në këto 20 minuta, 15 minuta të fundit, duhet ndalim pak tek përplasja qeveri, ose më saktë kryeministër dhe gjyqtar. Për këtë historinë e pakave. Në fakt ajo është qeveri, por meqense kryeministri ka marrë atributet e gjithë ministrave dhe drejtorëve bashkë. Po. Dhe sikur themi opozita, po nuk kuptojmë Sali Berishën. Kuptojmë qeveria, nuk kuptojmë Rama. Ai del çdo ditë. Se po i shikoj këto orët e fundit, gjysma e grupit parlamentar të opozitës është te kongresi i lutjeve, tek ajo mëngjesi i lutjeve atje, dhe gjithë qisin ai foto Trumpi aty duket si ato statuet... Ose me ekranin nga pas. Duket si statuet në malin në Rashmore, ke parasysh atë, kaq larg është, por të gjithë atje pa më di pash... Jo, po shikojmë ministrin e jashtme, ishte ministri e jashtme me ekranin nga pas, domethënë. Por të gjithë më themi ishin dhe ca personazhe në tavolinë, se po mundohemi të identifikojmë kush janë. Ca janë më afër atij podiumit që flet presidenti amerikan. Ke parasysh ai është një rutinë e tyre, është si festa e Ashurës që bën Babamondi. Po them mëngjesi lutjeve, atje është fik festa e Ashurës, del Babamondi dhe këndon atë Mera Bas Sultani Novruz. Mirë se vjen. Edhe këta bën të njëjtën gjë. Dhe a thuka dhe asnjë nuk i ka mendjen as te gota, as te pjata, as te mesazhi. Po të gjithë janë duke bë video dhe foto dhe ai duket si Arusha Amira e Tahir Baçovës. Në kohën e para viteve 90, që gjithë aty janë të gëzuar që ai doli dhe pozojnë si ta kapin me një cep atje, që ai zduket më duhet ato foto duhet bëjmë me zoomim, duhet punojnë mbrapa ta afrojnë Trumpin, se janë shumë larg. Kjo është dhe për çështje sigurie më të kryesore. Por ta kthesh një ceremoni të tillë, e cila është kaq rutinë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çdo vit është e përvitshme dhe çdo vit ne kemi janë këto skenat atë. Të themi që unë zoti me Diu e njoh. Pra, mëngjesi lutjeve sa herë dëgjoj më kujtohet Fatmir Mediu. Po, është figura padyshim. Se është njeriu që është më prezent aty. Po. Pra mund të mungojnë çdo lloj zjafeti tjetër, po atje ke tek ajo festa aty është se s'bën. Te mëngjesi lutjeve. Kështu që kjo merr dhe një lloj, si thon, me një karakteri qesharak. Por të gëzohen, shqyr, të vinë të relaksuar që andej dhe të shikojmë çfarë do bëjnë këtu. Tani themi të halli që kemi ne, se kështu është halli. Duke ikur këta e kanë ngel në fushë, ne kemi në fushë vetëm këta 2 kryesorë tani. Te Berisha, te Rama. Sepse kështu nisi. Ti the që konflikti është midis Ramës dhe gjyqësorit, në fakt konflikti është midis ekzekutivit dhe pushtetit të tretë që është gjyqësori. Por meqense Rama ka dhe shumicën dërmuese në kuvend, është dhe ekzekutivi brenda. Dhe e vetme gjykatë që mund të qëndron mbi palët është gjykata kushtetuese. Tani të dyja palët janë drejtuar në të drejtën e tyre gjykatës kushtetuese. Si magjistratët, të cilët në fundit mendojnë që kanë të drejtë dhe janë drejtuar gjykatës kushtetuese, ashtu dhe nga krau tjetër edhe qeveria është drejtuar gjykatës kushtetuese. Dhe betejë e tyre realisht është gjykatë kushtetuese. Këtë radhë, për shkak se Rama reagoi publikisht, ka marrë dhe një karakter publik. Por nëse shikojmë cili është thelbi. Rama e ka kthyer atë në një si aty ku ai ishte mjeshtër i fushës në propagandë. Pra, e ka kthyer në një betejë dhe ka thirrur në shesh qytetarët. Dhe thotë shisa para duan këta. Shikoni se e kanë rrogën. Në fakt edhe unë realisht tani po e marr vesh saksisht se e kanë rrogën gjyqtarët. Nuk më dija këto të gjykatës posaçme dhe të Spakut, por nuk i dija këta të tjerë. Dhe Rama, duke ditur sa janë rrogat e qytetarëve, thjesht e ka drejtuar vëmendjen e qytetarëve drejt gjyqtarëve. Shiko, këta kërkojnë dhe 37 milion euro të tjera. Që vetëm po të u shpërndash policëve, të policisë shtetit, i bie t'ia urrisësh rrogën çdo polici 300 euro, që do të ishte gjë shumë e mirë në këtë vend. 12.000 policëve, ky fond që do shkonte për këta, për kaq gjyqtar, shërben për të rritur rrogat policëve me 300 euro në muaj për një vit. Tjetra, apo bën presion. Të dyja palët po mundohen të bëjnë presion njëra tjetër. Por ajo që shoh unë është që Rama duke dashur kur bën betejë të tilla, është si puna e atij presidiatorit
David Copperfield. Kur lëviz dorën e majt, ruhet e dora djath. Po. Dhe kur Rama bën këtë betejë me gjyqtarët, duhet parë diku tjetër e ka hallën dhe diku tjetër po e bën lëvizje. Dhe ai kampioni i botës në shah, më mend, Garri Kasparov thoshte shiko majtas lëviz djathës. Po. Dhe Rama në këtë, unë kam përshtypjen që po bën të njëjtën gjë. Por me qenë se ndaj gjyqtarëve, po ta shikosh në rrjetet sociale, ka një lloj reagimi unison të qytetarëve, po se e kam prej asaj që ka ndodhur. Dhe mbrëm dëgjova ish ministrin e drejtësisë dhe një nga personazhet e rëndësishëm që ka për sektorin e drejtësisë, mazhoranca e majt, Ulsi Maja, i cili bëri disa deklarata shumë të forta, të cilat kanë kaluar pa shumë vëmendje për mua. Përmendi Berisha në konferencë për shtyp për më parë. Por mua ato janë shumë të forta. Pra ai tha mas 10 vjetësh, a mos duhet të gjyqtarët të flisin për cilësinë. Sepse jemi vërtet para këtij fakti. Maja tha që ka ardhur koha për reformë në gjyqësor. Jo mbas 10 vjetësh tani. Dhe gjëja tjetër tha, që është që ata nuk mund të kthehen në noter të spa. Dhe kjo është një problematik tjetër. Ne sot e kemi të qartë. Mund të mendimi i zotit Manja apo s'është mendimi i zotit. Kjo është statistikë. Ky televizion shuhet për sondazhet dhe për statistikat. Është statistikë. Dhe ti bie dakord me po patjetër, se këtu unë shikoj sondazhe që thotë besimit e spaku është kaq. Por nuk shihet statistika e vërtet. Cila është statistika? Si është e mundur që gjykatat kanë të lloj qëndrimi ndaj kërkesave të spakut? Gati 99%. As kohën e komunizmit, Aronit Çela nuk e ka pasur këtë nivel kaq të lartë. Se pengon askush atë. Atëherë si është e mundur? Dhe këtu është koha për t'i thënë dhe mazhorancës, dhe atij që rrej gjoksin, kryeministrit, që unë e bëra thot ai, unë ja dha shpatën, zotri, para se të mburresh dhe të marrësh atributet si njeriu që ti e bëre reformën, tani ndaloj çik, shfaqu para pasqyrës, dhe shikojnë sy të vërtetën. Cila është e vërteta? Stoku i dosjeve nga 30.000 në 180.000. Numri gjykatave në vend është kurrë në mënyrë të frikshme, kemi vetëm një gjykatë apeli. Po. E cila s'ka zyra. Ndërkohë kemi 3 gjykata apeli, tjera që janë bosh. Çohej një në Vlorë, një në Shkodër dhe një në Tiranë, paktën shpërndarën territor. Veri jug qendër. Se në Tiranë s'ka zyra. Ambjenti shumë i vogël. Na mungon mbi 40% e numrit prokurorëve. Ai thot vazhdimisht prokurorë i përgjithshëm parlament. Nëse ne kemi krijuar këtë sot, është dyfishuar dhe trefishuar koha e marrjes së drejtësisë. Procesi Rama Basha për një gjyq për shpifje shkoi 7 vjet. 7 vjet. Imagjino një qytetar i thjesht. Proceset e divorceve kanë shkuar në përmasa të frikshme. 5 vjet, 6 vjet. Rritet fëmia, më mund të kërkoj prapë u bie më mirë prindërve të bashkohen se sa të rrinë 5 vjet, 6 vjet në dyert e gjykatës. Ndërkohë që fëmia e tyre po rritet. Dhe problemi tjetër, më përpara jepeshin para ose rishfet ose do të bëjnë korrupsion për shumë gjëra në gjyqësor, po jo për të afruar datën e gjyqit. Sot ka shkuar në 30.000 euro të sjellin datën e gjyqit. Sa më? Të 30.000, të afrojë, jo të japin drejtësi. Pra 30.000 euro vetëm për të afruar datën e gjyqit. Vetëm për të afruar, se duke qenë stoku ka qenë madh, e kuptonte kur të vjen radha, nëse do preshë radhën. E keme... Nëse do të tasillë, kam jo me prova, por kam me vjetrat e ondësime për këtë gjë. 30.000 euro. Dhe jo për të dhënë drejtësi, për të ofruar datën e gjyqit, që ti të kesh mundësi të vesh të gjykata tjetër. Deri sa është Por të afroj për se mund t'i bie për 3 vjet, për 4 vjet. Po të afroj deri sa? Të afroj për 6 muaj, për 3 muaj, po jo për 1 muaj. Jo për 1 muaj, mëse s'ke shans. Okej, pra deri në 6 muaj është afrimi. Ku ka vendime që zbardhen, ore masat e sigurisë nuk 30.000 euro për të afruar nga 3 vjet 6 muaj. Se ti ke parë dosje këtu. Ke parë vendimet e masave të sigurisë pakut. Kam parë, kam lexuar ta nuk po e përmend, kam lexuar vetëm para pak ditë më parë një vendim masa sigurie, jam shokuar. Se po prisja të gjeja fabulën tanë në atë vendim masa sigurie. Dhe nuk kam gjetur as fabulë as gjë. Ore, shtohu është mjellë. Filani thot. Jo, nuk ishte fare. Ky vendim që kam lexuar unë nuk ishte fare. Nuk po ta them unë në raste të tjera. Filani thot pa verifikuar më fare. Dhe ndërkohë këta janë më të paguarit në Shqipëri. Po. Nëse se bën dot, kërko mbështetje, kërko njerëz që të vinë ta bëjnë ta formulojnë vendimin. E di çfarë thotë bësh një vendim tani, ne ku na duhet të bënim një shkrim mbi 30 radhë,
E ndani me, po e marmën, me 9 tituj. Me 9 tituj, po. Që të qëndrojë në linjë. Po. Dhe një shkrim i gjatë që të mos lodhëshe ti e ndajë 9 tituj. Tani ti shikosh vendimet e se janë dhe copy-paste më përtojnë ti shkruaj nga e para dhe ti lexon çuditëra mod aty. Si që ka po, lexoj një fundit, arrestim flagrancë është, ku e ke flagrancë, më ku ishte flagrancë, se s'kishte flagrancë. Po e bën lapsus. Po si lapsus, më ky është vendim gjyqësor. Jo, parimisht thashtë, e vendim që po lexoj, më prisja të lexoja se ishin me çështje që kishte interes personal. Nuk kishte fabul, nuk kishte fabul fare. Tani, se duke dhe kështu, mazhoranca është kujtuar vonë. Por cilësia e hetimit dhe cilësia e gjykimit lën shumë për të dëshiruar. Të lexosh vendimin të gjykatave, janë të frikshme mu. Janë të frikshme. Pra ti thua që Rama ka drejt në këtë pikë. Cilësia, kjo do t'ishe bërë shumë më përpara, jo tani, jo kur të erdhi të dera. Tani, shumë mirë që bëhet, se di qa bjenë në sy tani, që ka duke sikur Berisha është nga krau tjetër duke i mbrojtur dhe Rama duke i sulmuar. E tha dhe sot Berisha që nuk ka gjyqtarët dhe prokurorët vazhdojnë punën. Po, ta vazhdojnë punën, po të çështja e vetë Berisha thotë që më kanë falsifikuar provat. Tani më fal, po si, ty ta kanë bërë individualisht. Ky prokurori që të heton ty është i keq dhe ky gjyqtarja. Ta të këta tjerë jo. Ky është një defekt i sistemit dhe tashmë është e provuar. Se po shohim më në fund edhe operatorë ndërkombëtar, të cilët kanë qenë përfshirë në sistem, pra në bërjen e reformës, që e kanë evidentuar këtë gjë. Pjesa tjetër, jemi vetëm vend në kontinent që në çdo tret të burgosur, 2 i kemi të padënuar, i kemi të para burgosur, nuk bën vaki. Dhe pse ndodh kjo gjë? Të kesh 3700 para burgosur në burg që paguhen me taksat tona. Kjo duhet të ketë një politikë penale në këtë vend. Pra duhet i thuhet prokurorisë, dhe këtë bën qeveria, bën parlamenti. Zotri, këta njerëz që mban në burg ti kushtojnë minimumi 50 euro në ditë. Ne këtu është ndërhyrja pastaj në drejtësi. Kjo është ndryshim e kodit. Bota ka politikë penale, nuk bën ndryshim në kod. Bota ka politikë penale dhe i thot, për shembull, Britania e Bashkuar erdhi në Shqipëri dhe i tha kryeministrit të Shqipërisë, ne duam që të dënuarit tuaj në Angli të vinë këtu. Sepse kishte shkuar 1700 dhe i kushtonin taksapaguzëve britanik. Dhe ai ishte gati të t'i jepte dhe sa para ndihma për të bërë burg ti, po t'i mbash ti ata, jo t'i mbaje. I ka dënuar ai, po do t'i mbash ti. Pse? Pikërisht për këtë gjë. Dhe ne kemi sot të situatë dhe kjo është krijuar nga reforma. Por çdo gjë tani, deri tani është mbuluar vetëm me SPAK dhe GKK. SPAK, GKK. Dhe pjesa tjetër i ka rënë zjarri. Ajo dera që është ngjitur me SPAK-un, gjykata penale, hyn atje dhe shikoni se çfarë bëhet. Ajo nuk ka kushtet minimale të solemnitetit. Edhe gjykata e vjetër e Tiranës, që sot është gjykatë civile, ka qenë shumë e mirë se sa ajo gjykata ku janë sot gjyqtarët. Gjyqe që bën nëpër zyra që janë 16 orë. Pra nuk ka solemnitet, që është minimumi. Nëse këte nga krau tjetër kujdesen i kanë bërë me lale e lule, a ka dhe i problem tjetër që duhet ta kishin ngritur. Ore, si është e mundur që Pallati i Drejtësisë i jepet KLG-s e KLP se ku diun, që ta shkojnë në punë për të dukur dhe nuk shkon atje policia gjyqësore. Nuk shkon policia gjyqësore. Prap isha dje, prap më deshë lëvizi doset e i shkretje se s'kishe ku t'ulesh, dhe çdo lëvizi 4 oficerët policisë gjyqësore të BKH-s në një zyrë 6 metra. Dhe 60% e zyrës është e zënë nga fashiku se dosja ka shumë të mëdha. Ose mushe me frym. Me frym nuk u del, po jo edhe letra në vetvete. Kanë ca kushte që rrinë të padëmtuara. Pra, në qoftë se ti të çosh dosje kështu 60.000 faqe, 7.000 faqe, të cilat janë të panevojshme, se ti merr atë që duhet, e fut në dosje dhe atë pjesën tjetër nuk ke çaj do. Dhe pastaj të thonë, dosja është kaq e madhe, po ti ke kohë vetëm 10 ditë ta lexosh. Po s'kam kohë fizike ta lexoj. Si do t'ja bëjmë? Dhe ku është problemi tjetër? Thash, ato ambientet atje, Pallati i Drejtësisë, do të shkonin këta që merren me drejtsinë direkt. Tjetra, gjykatat. Pse duhet të jetë gjykata bashkë me SPAK-un në një godinë? E di çfarë problemi ka krijuar? Presionin. Ka krijuar familiaritet mes tyre. Dhe kam konstatuar vendime të cilat vijnë për shkak të këtij familiariteti. Duke qenë bashkë gjithë kohës, prokurori thotë shikoj të sjell letrat më vonë, ma jep të vendimin sot. Dhe ka ndodhur kjo gjë. Dhe tashmë, prandaj të del gjykata aty me 99% të kërkesave të SPAK-ut të miratuara. Çoj gjykatën në vend tjetër, siç ka qenë. Prokuroria është institucion në vete, gjykata është institucion në vete. A kjo ka qenë kohën e gjykatës kriminalore, ata ka qenë bashkë, edhe prokuroria kriminalore dhe gjykata kriminalore.
duke i lënë aty, është krijuar kjo problematika tjetër. Duke qenë që Spaku ka të drejtën dhe ti përgjojë ata, se ne kemi bërë dhe këtë çudinë, se në fundit reforma për drejtësinë në Shqipëri ishte eksperiment, sot po e pranojnë të gjithë. Ishte eksperiment. Eksperiment që vazhdon ta mbështesi ambasadori BE-s, sepse ne po dënojmë këtu dhe po gjykojmë këtu grupe kriminale të cilët kanë aktivitet në BE, jo në Shqipëri. Pra po mbarojnë punët e pisat atyre. Dhe prandaj ata sot janë më të interesuar. Po, e kemi thënë ajo, po. Pra, nëse sot vërtet mbas 10 vitesh duhet ishte bërë, jo duhet bëhet, po duhet ishte bërë kjo gjë dhe duhet ishin konstatuar dhe duhet përmirësohen, nëse duhet çuar më shumë njerëz, më shumë prokurorë, më shumë oficerë të policisë gjyqësore, më shumë ambiente për gjykatat, duhen çuar patjetër. Me stok 180.000 dosje, ku do marrin drejtësi njerëzit? Ku do ta marrin? Me dosje që kalojnë afatet, po ka nga 2 vite gjysmë burg ato. Në 3 vjetë në burg jam në parburgim, thotë. Dhe burgu është plot. Dhe burgjit kemi plot, dhe mbajmë aparate e shqiptarëve. Ndërkohë, politikë penale di çfarë do thotë, që Ministria e Drejtësisë dhe Qeveria e orientojnë prokurorin, sepse prokuroria përfaqëson Republikën atje. Prokurori nuk është në emrin e vet. Atje sipër lexon në emër të Republikës së Shqipërisë. Që për këto vepra penale nuk ka nevojë të jepet masa, se këtë po na e thonë dhe organizata ndërkombëtare dhe gjykata e Strasburgut, masat ekstreme të sigurisë. O vëlla, kur të dënohet, marrin vendim formal, e çojnë në burg. Po jo e çojnë paradhënien në burg, kënaqet Mileti dhe pastaj në fund e dënojnë me kohën e paraburgimit. E dënojnë me kohën e paraburgimit, sepse në paraburgim të quhet 1 ditë e gjysmë. Po. Po në kodë ai do hiqesh këmbë. Se tani më vjen ajo, në mend ajo komedia edhe pse ajo thash ishte e sajuar me prefekti me Qazim Molleti, ku ai thot me 6 muaj këta tha bën komunista. Edhe unë po tisha brenda, tha jo 6 muaj, po 2 muaj, tha isha bërë komuniste, kaptuar komunistë. Tani ti duke çuar për vepra nga më të rëndomtat. Vjen edhe bicikleta. Ore mini, që them unë këto kapjet e dozave se janë mas doza tamam. Se s'është as doza, nuk është mas 1 gramës, po janë burgjet plot më. Ore, a ndryshuam ne tani, bëm ndryshime në kod penal. Me parkimet më, po është gjë më kollaj, më kapi 2 rastet e brenda. Jo më vazh zgjidhet ndryshe, zgjidhet me gjobë. Blloko makinën. Blloko patentën. Ne bllokojmë shoferin. O valla, nuk zgjidhet të blloku shoferin. Ne do mbash në burg po me para tona. Pra, duhet të ketë një politikë penale që ne ta shpëtojë nga ky problem. Tashmë po evidentojnë të gjithë që ne kemi një numër të jashtëzakonshëm të paraburgosësh dhe nuk mund të vazhdojmë më kështu. Pra, fjali fundit do të them që ta mbyll. Jo se kam të pyetën çfarë ndodh në këtë përplasje në qeveri gjyqësor në 2 minuta. Por mua gjykata kushtetuese është e ka të gjitha mundësitë, ka koracën ligjore. E ka thua ta? Po e ka. Po të kenë integritet nuk i pengon askush. A e kanë integritetin? Për ty? Ore, kur të marrin vendimin do ta shohin. Okej. Se vendimi flet për integritet. Pra, ata si pengon asgjë sot, pavarësisht çfarë thuhet nëpër çfarë thot kryeministri, çfarë thot gjyqtarët, çfarë thon prokurorët, ata janë të pavarur vendimin e tyre. Dhe ata duhet zbatojnë atë që është pavarësisht nga anon peshorje. Tani apo thash apo e përdor Rama këtë gjë për hall tjetër, po më shpon e ti. Ktu është ai te pjesa politike do bëje. Po. Dhe ai te narrativat është detyra e gjyqtarëve është mos bien prethur. Por në krau tjetër, gjykata kushtetuese që vendos dhe shqyrqi janë drejtuar gjykatës kushtetuese. Tani, se çfarë do vendosë gjykata kushtetuese, nuk e di, nuk mund ta them dot sot, por ajo që tregoi ky se kur është bërë radhën e kaluar ka kaluar pa zhurmë. Pra vendimi tjetër gjykatës kushtetuese mos gaboj në 2022 ka kaluar pa zhurmë. Kurse këtë radhë bë kjo zhurmë ka qenë madhe, edhe s'po stuava mendje atje. Kështu që jo vetëm për këtë rast, por gjykata kushtetuese dhe për rastet e tjera duhet i qëndrojë presioneve. Ne kemi patur gjykatë kushtetuese që kishte goxha presion, po anulloi marrëveshjen e detit. Po, dhe me vota unanime. Dhe përveç me vota unanime, po ne i kemi flakur jashtë sistemit ata gjyqtarët. Po. I kemi flakur gjithë kjo reforma. Që dalë tani dhe kryeministri, dhe ministri, dhe ish-ministri dhe ankohen. E keni bërë vetë, zotëri. Po. Ju e bët. Është votu me 140 vota. Ma di edhe me 2 vota me pranga ata. Ma di mëndë, ishe deputet mazhorancës. Erdhë me pranga ata dhe ngritën dorën lartë, në kohë ishin për burg. Dhe ishin burg, dhe po të ndoshim, basë dhe kotë. Erdhën votuan ata nuk votuan nga qefi. Vetëm që të ishin
unitet, unison. Ja çfarë prodhuam. Mbas 10 vjetësh jemi në këtë katraur. Është një katraur që çfarë them, dhe pritshmëritë janë të frikshme. Të frikshme. Pra, presim një gjë shumë të madhe sa arrim deri te pjesa që besojmë të na vijë helikopteri. Presim të vijë një helikopter, domthonë të zgjidhë një gjë që do ta zgjidhim ne këtu. Nuk ka kush na e zgjidhë tjetër. Kjo është një gjë që do ta zgjidhim ne. Dhe kur them unë për gjyqësorin që parasysh gjë. Unë jam në gjyq, mos gaboj, po është viti i 5, edhe me Federatën Shqiptare e Futbollit, nuk po them unë çështjet e tjera që janë, po edhe me Federatën, edhe me presidentin e Federatës. Pra që të marrësh drejtësi kur vem në atje, do ta e zyra. Po. Si i thash aty gjyqtarit më herë, mund të thashë mos e merr me shaka këtë punë, thoshte. Ky personi zëvendës presidenti i UEFA-s do vinë në ditë të huaj. Nuk është një gjyq po zihet një nga Skrapari, një nga Shjaku. Jo, është çështje e tillë. Dhe vetëm tek ai proces kishte shkuar 137 faqe. Dhe gjyqi vazhdon, dhe seanca vazhdon, pra që këtu në një çështje që duket banale, dhe që është banale, sepse unë s'jam gazetar sport, jam mish gazetar, jam thjesht sportdashës, në një proces duhet 3 vjet me Federatën, i vite gjys me presidentin e Federatës. Pra, imagjino për çështjet e tjera që janë shumë serioze dhe që janë shumë etike edhe për qytetarët. Tan, shumë faleminderit. Gjithmonë kënaqësi bisedoj me ty, të përshëndes dhe të uroj një fundjavë sa më të mbar. Dinamo me kë luan? Është duke luajtur apo luan nesër? Dinamo luan nesër në derbi me Tiranën. Po është derbi nesër, po. Te ajo fusha që vetëm fush do jetë në këto rreshtet e shiut që janë te stadiumi Selman Stërmasi, por Tirana nuk ka mundësi tjetër, nuk e lënë te ai stadiumi mas, se s'ka buxhet që ta paguajë. Dhe ndeshja do luhet nesër në mesditë pa drita. Ndërkohë kemi këto momente, pjesa e parë Ballçi, Partizani 1-0 për Ballçin dhe Vllaznia Vora 1-0 për Vllaznin. Aty s'flas dot se thash jam në proces. Në proces. Edhe me Federatën Shqiptare. Faleminderit, përshëndes. Publicitet dhe rikthehemi sërish për të folur për sport.